Pranoj udhëzim qysh me përdor instrumente ndryshme të vlerësimit, neve përfundojna në këtë kaosin e këtij iluzioni të pesqeve ose të një note mesatare shumë të lartë nivel vendik, që ajo nuk është fare reprezentative. Brenda sistemit arsimor gjithherë është në atë pikpyetje në madhe dhe na është dëshmuar që nuk është statistikisht i besueshëm në momentin kur të njëjtin nxënës marrin pjesë në teste të standardizuara, çfarë do të qofshin ato përfshije edhe ndërkombëtare, ku ty del një rezultat, ajo pesja nga vlerësimi i brendshëm ose ajo kalueshmëria e lartë nga vlerësimi i jashtëm në test maturës dhe të arritshmërisë, ty del në disbalans me çfarë do testit të standardizuar. Për këtë arsye na e kemi shumë të vështirë, bjen fjala me kuptu se që ajo pesja me një shkollë në zonë urbane në Prishtinë është e barabartë me qatë pesja në një zonë rurale në një fshat jashtë Prishtinës. Pra, pasi që mungojmë në validitet dhe besueshmëri statistikore që ati vlerësime. Për këtë arsye është domosdoshme edhe standardizimi i vlerësimit të brendshëm në shkollat tona. Pra, do të mu ditë çfarë kritere do të një mësimdhënës i gjuhës shqipe, nivel vendi, mi zbatu për vlerësim në lëndën e tij, për cilat njësi mësimore, sa do të jetë pikëzimi, qysh kjo është shpërndar për kategoritë ndryshme të nxënjes brenda asoj klase të nxënësve që janë të ndryshëm. Si standard, pastaj na prezantohet nivel vendi dhe e kuptojna më në saksi. Përndryshe, nëse lajna në mëshirë të mësimdhënësve vetëm, pa ndaj udhëzim se qysh më zhvillu një instrument i vlerësimit, pa ndaj udhëzim qysh me përdor instrumente ndryshme të vlerësimit, neve përfundojna në këtë kaosin e këtij iluzioni të pesqeve ose të një note mesatare shumë të lartë nivel vendik, që ajo nuk është fare reprezentative dhe mbi gjithashtu në dëm për vetë nxënësin, se e ka të pamundshme edhe nxënësi me ditë ka dalë se qytuan ka mungese në matematik, ka mungese në shkenca. Po nëse ti vazhdon në vazhdimsi me pesje, ose në anën kundërt, me uqit nisha, për shkak se instrumenti është gabushëm i zhvillueshëm, kjo na kthehet në problem dhe po na dëshmohet që është problem, pasi që sistemi arsimor nuk po arrin me bërë një filtr të duhur të nxënësve brenda sistemit.